Jeni një grup kur shkoni në dasëm, më tregoni pak. Po, ne jemi një grup që bëhet ne të dy dhe grupi tjetër që është Klajneta dhe Organo. Çunat i kemi këtu. Në Klajnet është Fation Latifi, në Organo është Denal Meta. Do të thonë këta janë grup që na shoqëror gjithmonë. Sa kohë keni që jeni bërë bashkë si grup? Me Fationin Kemi 5 vite. një 5 vjeçar. Edhe jeni të pandar në dasma në evente kur shkoni? Atë ndodhe që ndahemi, sepse dikush kërkon klajnetis tjetër, ose këngëtar tjerë. Normalisht që ai zërri pa punë, apo ne të rrim pa punë. Normalisht ndahemi Që del puna do iki. Kështu që kombinojeni. Ka raste ikim dhe ne vetëm si këngëtar, se marrë dozë është muzika ande. Kur shkoni grup bashkë për shembull, vlera rritet pak, domethënë në kuptimin që sa duhet të paguaj ai që bën dasëm për juve, që t'ju marrin. Duhet një shifër? Pak a shumë. Rreth 2 milion. 2 milion. Me grupin, po. Mendoni se jeni në kuptimin që jeni lirë në treg apo kështu variojnë edhe çmimet e këngëtarëve të tjerë? Jo, nuk variojnë kështu për çmimet e këngëtarëve të tjerë, por ne kemi zgjedhur të jemi pak më të lirshëm në kjo pjesë. Ku janë këto vendet për shembull që kanë më shumë lekë dhe që shpenzojnë shumë në dasma? Qytetet, po theme, se ju i dini tashmë. Po, ka zonë e Gramshit, shpenzon. Po Gradeci shpenzon për dasma. Hedhin shumë lekë në dasma? Po. Sa Është mund dhe kjo pjesë që kemi lënë këtë çmim sepse na ka respektuar gjithmonë. Ka plot bakshish. Bakshishe, po. Sa mund të qenë vlera më e madhe, po themi, që mund të jetë hedhur në një dasëm që ju mbani mend? Në Maqedoni? Po. Diku te 13.000 euro. Jam edhe në Maqedoni. 13.000 euro. Po.